Pa kohë pas emërimit të Adriatik Kupit në krye të burgjeve, ministri Toni Gogu ka zyrtarizuar edhe emërimin e Gentian Myrtos në krye të shërbimit të kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, duke plotësuar kështu kupolën e re të sistemit penitenciar me njerëz të cilët njihen si besnik të kryebashkiakut Erion Veliaj. Këtë të premte ministri i drejtësisë Toni Gogu ndodhej në Korçë, nga ku u pyet nga CNA se si ka mundësi që drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe kreu i SHKBB-s janë mbështetës të Erion Veliajt dhe nëse kjo është një strategji për të shpëtuar kryebashkiakun nga 13 akuzat që rëndojnë mbi të. Ministri në tentativë për të mbrojtur zgjedhjen e tij zgjodhi retorikën standarde duke deklaruar se drejtuesit e burgjeve dhe ai vet janë shërbyes vetëm të ligjit dhe të qytetarëve, qofshin ata brenda apo jashtë institucioneve. Drejtuesit e burgjeve, edhe unë së bashku me ta, jemi shërbyes vetëm të ligjit. Edhe jemi shërbyes të gjithë kuadrit ligjor në fuqi dhe të rendit ligjor në Shqipëri, madje në shërbim të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, qoftë ata të cilët janë jashtë shërbimit të ekzekutimit të vendimeve penale, por dhe ata që janë duke i vuetur këto brenda institucioneve. Kujtojmë se Adriatik Kupi, emëruar në 1 prill, njihet si një ushtar besnik i Veliajt dhe ish administrator i Petrelës, po ashtu emërimi më i fundit i Myrtos në krye të SHKBB-s, i cili më herët ka mbajtur postin e kryetarit të njësisë administrative Vaqar, mbyll rrethin e sigurisë duke vendosur një tjetër mbështetës të Veliajt në detyrën për të kontrolluar ligjshmërinë brenda burgjeve. Këto emërime shihen si një zinxhir mbrojtës që e kthen sistemin në një mburoj për njerëzit e pushtetit si Veliaj. Pyetja që mbetet pas vizitës së ministrit në Korçë është se cilët qytetar po shërben realisht, ata që presin drejtësi për vjedhjen e miliona eurove, apo Erion Veliaj, të cilit po i vendosen miq të ngushtë në pikat kyçe të sistemit.